Kryetar Ministeriet. Mirine? Hadi. Vesh më mropa. Ju falemnderit nga zemra, një duatrokitje të madhe për kryetarin e degës tonë këtu në Velez Gjapën. Falemnderit Gjapë, falemnderit që gjithmonë i angazhuar mbar e mirë e drejt në shërbim të vendit, në çdo rol, në çdo detyrë. E them me plot bindje, Obiliqi mund ta ketë humbur një kryetar të jashtëzakonshëm komune, po ku vendi i Kosovës po fiton një deputet madh të Republikës Kosovës. Dhe që është e vërteta, do duhej spaku këtë vetë t'i kërkonim ndjes qytetarëve që u bën 4 fushata brenda një viti. Po çka t'i bëjmë që e kemi një njerit pas zot ngryje të qeverisë në detyrë, i cili edhe me 42% nuk arrin me bënë një qeveri si duhet e shumicë. Dhe sot në ankohet që është sanksionu nga opozita, e vërteta është se ai është sanksionuar nga populli i Kosovës, i cili nuk i beson mashtruesve më. Propaganda nuk mund të kalojë Republikën e Kosovës, mashtrimet kanë shkuar, janë të i kaluar. Është koha t'japim shpresë për Republikën e Kosovës, vendin i cili na thërret sërish si lidhje demokratike Kosovës. Prandaj jemi edhe një herë për 4. herë në Biliq, e sa herë ka nevojë, por të herë jetë e fundit, sepse tani është koha të dheshim mbar, të dheshim mirë, të dheshim për Republikën e Kosovës dhe të bëjmë një shumicë parlamentare me cilën LDK qeverisë mbar, drejt, mirë, drejt një vendit zhvilluar, drejt një Evrope që na thërret, drejt një procesi integrues që kërkon Kosovën, e mbi të gjitha drejt një modeli zhvillimor për Republikën, ku të shkelësh Kushtetutën 48 herë është krim, ku të mos respektosh gjykatën supreme është krim, ku të mos bësh qeveri është krim, ku të poshtrosh secilin kundërshtar politik është e padenjë. Është koha që populli i Kosovës të ngritet zëshëm, bashkëfuqishëm, prapa lidhjes demokratike të Kosovës dhe 110 kandidatëve tanë që i kemi këtë listë. Sepse ajo që ka ndodhur Kosovës për një vit nuk ka qenë aksident, nuk ka qenë as keq kuptim, ishte fat i keq i populizmit që zgjidhje politike kishte blokadën e qëllimshme. Zgjedhjet e qëllimshme të populistëve janë mbajtur e pëmban për mbajtur tutje shtetin peng, sepse për 12 muaj me radhë Kosova u mbajt blokadë jo institucionale, jo sepse nuk ishte zgjidhje
po sepse po shteti zgjodhi konfliktin mbi kompromisin, inatin mbi shtetin dhe propagandën mbi përgjithësinë. Për 12 muaj, ku vendi u përdor si skenë për përplasje, jo si një institucion për marrëveshje. Ligji u trajtua si pengesë, jo si një detyrim për secilin. Kushtetuta u pa si një alternativë, si opcion, jo si bazë mbi të cilën veprojmë të gjithë bashkërisht dhe përfundimisht qytetari i Kosovës ula në pritje, ndërsa pushteti vazhdon të bëjë lojra politike mbi fatin e vendit. Dhe kjo nuk është shëndres, kjo nuk është mbarësi, kjo shkurt e shqip është pa përgjithësi, nuk është asparim, është kokëforci e dëmshme dhe e rrezikshme për shtetin tonë. Prandaj ne LDK-ja duhet të ribashkohemi, të ngritemi, të punojmë fort që më 28 dhjetor të japim përgjigjen përfundimtare të vitit 2025. Dhe kjo përgjigje përfundimtare duhet vi me projekte konkrete për njerëzit tonë, për ata që janë nevojë, sepse shteti e pushteti nuk është për politikan e ata që garojnë, shteti dhe qeverisja është për njerëzit e vendit tonë, për qytetarët tonë, ata që janë hall, qytetarët e Obiliqit të Republikës Kosovës gjithandej. Prandaj në këtë drejtim ne besojmë fillimisht gjavë se për Obiliqin tuaj ne besojmë se zhvillimi ekonomik nuk mundet dhe s'duhet vi duke sakrifikuar shëndetin e njerëzve. Mjaft keni vujt në Obiliq, mjaft jeni ndotur në Obiliq, mjaft keni bartë barën e gjithë Republikës së Kosovës në kurriz të shëndetit tuaj. Do t'i ndajmë, si që jemi zotuar gjavë, ato mjete për pastrimin e ambientit me prioritet absolut për Obiliqin tonë dhe Obiliqin tuaj, sepse as ekonomia e as industria nuk mund të ekzistojnë me një papërgjithësi sociale çfarë Obiliqi e ka pasur tash e sa dekada. Dhe Obiliqi nuk mund të mbetet zonë fillimi për rehati politike e as zhvillimore e besa, le të ketë balans të zhvilluar edhe me ambient, edhe me energji, edhe me punësim. Prandaj, në këtë drejtim, programi ynë parashë investime serioze në energji të pastër në KEK dhe në modernizimin e kapaciteteve tona ekzistuese në mbrojtje reale të mjedisit. Po ashtu parashohim dhe projektin e gazifikimit Kosovës dhe Matgaz do të kaloj nga Shkupi në Antelezit, në Ferizaj, në Prishtinë, do të vjen dhe këtu në Obiliq, që të jeni një qendër e fortë ekonomike me gaz dhe të gaz amerikan. LDK qeverisjen e nis edhe nga familja, nga pasuria jonë kryesore dhe për çdo familje ne kemi pako mbështetëse për ta. E nisim me të posalindurit, me secilin që lind në Republikën e Kosovës, shteti i Kosovës do të ndajë plot 2.400 euro në vit për vitin e parë për të mbuluar shpenzimet e tyre. Janë 200 euro në muaj për të mbuluar secilin shpenzim të domosdoshëm të vitit të parë të jetesës për çdo fëmijë që lind në Republikën e Kosovës dhe jo vetëm aq, ne do të kujdesemi dhe për më të moshuarit, ata që kanë dhënë më shumti për Republikën e Kosovës, për vendin tonë, sepse pensionet e tyre janë të padinjiteshme, janë të pamjaftueshme dhe nuk mund të trajtohen si të tilla. Prandaj kemi paraparë dhe për këtë zotohemi, rizotohemi edhe një herë në Obiliq, se pensionet e pensionistëve tanë do të rriten nga 150 euro sa janë sot në plot 300 euro në vitin e tretë. 300 euro për pensionistët tanë është një zotëmi vërtet. Kemi paraparë dhe rritjen e pagave për gjithë shërbysit publik, gjithë ata që punojnë në punë të shtetit e qeverisë, koeficienti do të bëhet 150 që në fillim. Kjo do të thotë paga më të larta për secilën kategori. Dhe sonte i flasim mësuesve të Obiliqit, i flasim infermierëve të Obiliqit, mjekëve të Obiliqit, policisë të Obiliqit, zjarfikësve të Obiliqit, secilit njeri që punon në Obiliq, se pagat e juaja do të rriten me fillim. Paga e mësuesit kosovar dhe ati në Obiliq do të bëhet plot 1.000 euro në muaj si standard i ri për kujdesi shtetëror për kategorinë tonë kryesor. I flasim dhe infermierëve, paga do të jetë 975 euro, gjithsa çdo polic, ushtar, zjarfikës në Republikën e Kosovës do të ketë pagë 900 euro në muaj, pagë bazë për 4 vitet e ardhshme.
Por ne nuk jemi vetëm një qeverisje me mbështetje e barazi e drejtësi, ne jemi qeverisje zhvillimore, ne I duam projektet e mëdha, punojmë për projektet e mëdha. Ne nuk jemi si këta që kanë pas 12 miliard euro për 4 vjet dhe nuk janë gjendje me numëru një projekt të vetëm që e ka nis, vazhdu dhe përfundu deri në fund. Prandaj kemi projekte kryesore kapitale në Kosovë. Duam të nisim investimet e mëdha infrastrukturore që Kosovës po I mungojnë. Dhe Obiliqi do të përfitoj edhe nga këto investime madhore. Në radhë të parë do të nisim dhe përfundojmë unazën e kryeqytetit, unazën e Prishtinës, në mënyrë që lidhja juaj me Prishtinë të jetë dhe më fuqishme, por dhe kjo zonë të jetë më zhvilluar ekonomikisht. E do të vazhdojmë me autostradën për Ana-Morav, atë autostradë të lënë në Lloç për 5 vite, për përfunduar rrugët Prishtinë-Pej, Prishtinë-Mitrovic, Prishtinë-Podojev e Dolç-Gjakov, pra për të lidhur secilin qytet Kosovës brenda vetes me distancë jo më të madhe se 40 minuta kohë gjithandej Kosovës. Ky është zotimi yni, janë investime të mëdha infrastrukturore në Kosovë, cilat duhet bëhen domosdoshmërisht, siç kemi parapar për të rinin ton, pasurinë më të madhe që ka Kosova, të sigurojmë e të garantojmë punësim këtu në Kosovë. Më mbani për fjalë, çdo I posa diplomuar në Kosovë do të ketë punë për 6 muaj të garantuar me pak 500 euro në muaj, sepse s'ka kuptim një I ri ose një e re, të përfundoj shkollë, të përfundoj fakultet dhe në fund të ecë rrugëve pa punë e pa shpresë e pa të ardhme. Duhet të kujdesemi si shtet për pasurinë tonë më të madhe për të rinjtë e Kosovës, prandaj programi I garantimit të punës për rinjën tonë është program thelbësor që kemi në programin tonë qeverisës. Pra, këto janë disa prej zotimeve tona, janë të mashme, janë konkrete, programi është publik, do ta keni në secilin takim, por mbi të gjitha dua ta kuptoni që normaliteti I Kosovës bëhet për normalitetin e të ardhmës tonë. Për një Kosovë që respekton vendin, që respekton kushtetutën, që respektohet ligji, që respektohet njëri tjetri, po mbi të gjitha, për një Kosovë ku integrimi euroatlantik është mision historik. Këtë mision historik e ka për detyrë, e ka për obligim lidhja demokratike e Kosovës dhe për ta bërë të mundur këtë mision politik e historik, ne me veti kemi një listë të jashtëzakonshme të kandidatëve për deputet. Besoj I keni parë gjithë janë 110, secili më profesionist e më I zot se tjetri. Ju lësë të votoni, të zgjedh një 10, e keni mjaft vështirë të zgjedh një 10 nga 110, por janë më të mirët. Tani zëri im në kuvend do t'jetë zë I fuqishëm I Obiliqit dhe I gjithë qytetarëve të Kosovës, për të mirën e vendit dhe për të mirën e qytetarëve. Sepse Kosova nuk është vetëm territor, ajo është kujtesë, është sakrificë, është amanet për brezat e ri. Kosova është detyrë prej Zotit që të kujdesemi për të, që ta lëmë më të mirë, më të fortë e më të zhvilluar se që kemi gjetur ne. Këtë mund të bëj Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka qenë gjithmonë forcë politike që ka ndërtuar shtetin. Si thoshte presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova, ndërtimin e Kosovës duhet të kontribuojmë të gjithë. Prandaj, sot është momenti ta rikthejmë këtë frymë me unitet, me energji të re dhe me besim të ndërsjellë. Ju ftoj të angazhohemi me përkushtim të flasim me qytetarë, me argumente, me vepra e me vizione, sepse ardhmja e Kosovës nuk premtohet, ajo ndërtohet. Me Lidhjen Demokratike dhe me profesor doktor Lumir Avligjikun, kryeministër, dhe me besimin tuaj, Kosova do ta çojmë përpara. Andaj ju ftoj gjithë së bashku të angazhohem që me 28 dhjetor të dalim të votojmë Lidhjen Demokratike të Kosovës, të votojmë numrin 1, 2, 3.